Rruga panoramike Shirok-Zogaj po i nënshtrohet një transformimi duke u shndruar nga një aks i ngushtë dhe i amortizuar në një rrugë moderne, funksionale dhe të sigurt. Ky investim pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e jetës së banorëve dhe në zhvillimin e turizmit përgjatë liçenit të Shkodrës. Zhvillimi duket po fillu mirë. Për rrugën janë të bëmë brenda standardëve, që shohim. Deri tash janë të punu mirë. Janësia tona dhe edhe këta, si i thonë, pjerësit janë të eliminu. Për deri tash mirë është. Se si në të knaqën. Kush e ka vendin tonë të? Na jena të knaqën, falim në nërë për i tonëve. Rruga shumë mirë, knaqën jena, mirë kena dasht me në ba. Me kohë, inshallah çdo gjë ma mirë. Aktualisht punimet janë në një fazë të avancuar, ku janë realizuar thuajse të gjitha gërmimet dhe mbushjet për gjatësisë së rrugës, ndërsa mbi 80% e strukturave mbajtëse janë drejt përfundimit. Trasea është hapur në rreth 90% të gjatësisë, duke lehtësuar ndjeshëm edhe qarkullimin gjatë kohës së ndërtimit. Njëkohësisht ka nisur vendosja e shtresave rrugore, ndërsa po vijone dhe sistemimi i urave të bardha, një maskyçe për të shmangur përmbytjet dhe dëmtimet gjatësinë së rreshjeve. Rruga e re shihet si një projekt jetik që i jep fund dekadave të izolimit dhe e kthen zonën në destinacion të aksesueshëm dhe të denjë për potencialin që mbart.